Të nderuar gazetarë, të dashur qytetarë, sektori I mbeturinave mbase mund të konsiderohet pika më neuralgjike e tërë sistemit institucional në Republikën tonë. Askundsin këtë sektor nuk ka ndërthurje të gjitha niveleve të pushtetit të sektorëve publike privat, të akterëve shoqëror e të secilës familje dhe individ. Prandaj si sektor, mbledhja e trajtimi I mbeturinave kërkon një harmoni dhe ekuilibër shoqëror e institucional, gjë e cila nuk është lehtë e arritshme. Në bazën e sistemit të saj, ky sektor e ka komunën, e cila pastaj lidhet me komuna tjera nëpërmjet kompanive rajonale të mbeturinave. Megjithse ka pasur goxha përparime, jo rrallë është parë se ka munguar ekuilibri mes të gjitha akterëve në sektorin e mbeturinave. Prandaj sot kemi një situatë me mangësi serioze në menaxhimin e mbeturinave. Kësaj ne mendojmë se ky sektor duhet të jetë prioritet I qeverisë. Me gjithë rolin e kufizuar, I cili pak a shumë është I tkurrur në krijimin e politikave, ne kemi bërë e po bëjmë përpjekje që ta kalojmë këtë ngërç. Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbeturinat dhe shumë pjesë të legjislacionit sekondar që parashohin krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave, I cili synon të arrijë një moment të reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, moment I cili kthen mbetjet nga një problem madje në një mundësi ekonomike. Një sistem I tillë do të kërkojë edhe ca kohë. Ligjin e kemi gati, por kuvendin akoma jo. Ndërkohë që ne përgatitemi që të krijojmë bazën për këtë sistem, situata me mbeturina është bërë serioze. Dhe kjo sidomos në hapësirat që nuk mbulohen nga askush, pra hapësirat jashtë kufive të vendbanimeve. Lirësh mund të themi se kemi një emergjencë në sektorin e mbetjeve dhe për të adresuar atë kërkohen masa emergjente. Sot jemi këtu së bashku me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zonjën Fitore Pasolli Dalipi, për ta shpallur një paketë të emergjencës në fushën e mbeturinave, aksionin kundër mbeturinave. Ky aksion ka për qëllim të arrijë dy efekte të njëkohshme. E para të intervenojë në vendet ku hedhja ilegale e mbeturinave rrezikon ambientin dhe shëndetin, por po ashtu kërkon të shtrojë një rrugë të re ku qeveria nuk rri më duar kryq, por është prisë e organizimit dhe nxitjes së akterëve që kanë përgjegjësi në fushën e mbeturinave. Kështu, ky program, përveç se do të menjanojë një pjesë të mbeturinave që gjenden në hapësirat e pambuluara nga komunat, mëton të vënë në ndërveprim kompanitë publike, siç janë ato rajonale të mbeturinave, kompaninë për menaxhimin e deponive të Kosovës, Korporatën Energjetike të Kosovës, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, si dhe komunat, veçanërisht komunat në tërë territorin e Republikës. Që aksioni të rezultojë I suksesshëm, janë paraparë gjithsej 5 marrëveshje me kompanitë rajonale të mbeturinave dhe kompanitë të tjera publike, disa prej të cilave veç se janë nënshkruar si para përgatitje. Buxheti I parapar nga Qeveria e Republikës është 1 milion euro. Ndërkaq në njërin anë parashihet largimi I 500 deponive ilegale të mbeturinave, në anën tjetër rritja e numrit të punësuarve dhe ngritja e kapaciteteve me thekste pajisjet në për kompanitë publike që merren me menaxhimin e mbeturinave, por edhe mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbra publike duhen theksuar. Përveç pastrimit, paketa aksioni kundër mbeturinave ka për qëllim edhe vendosjen e përgjegjësisë për ndotjen. Kështu, me këtë paketë ne do të krijojmë një praktikë tërësisht të re të inspektimit në fushën e mbeturinave, e cila do të mobilizojë inspektoriatin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor dhe të gjitha departamentet e kësaj ministrie në një aksion të përbashkët për vendosjen e rendit dhe sundimit të ligjit në fushën e mbeturinave. Ne presim që përgjatë kohës sa zhvillohet aksioni, të kemi 10 inspektor
e zyrtar të angazhuar ekskluzivisht në inspektim të mbeturinave, ashtu që në njërën anë të krijojë një sensibilizim në këtë fushë, por në anën tjetër të vëjnë në zbatim ligjin aktual për mbeturinat nëpërmjet parimit ndotësi paguan. Pra, nëpërmjet parimit ndotësi paguan. Për më shumë rreth paketës aksioni kundër mbeturinave, e ftoj ministrin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli Dalipi, që ta marrë fjalën. Ganz Godanci për televizorin të shtatë, Kryeministër, e kam një pyetje jashtë temës për cilën keni dalë këto për të folur sot, konkretisht lidhur me Gjandarmerinë, nëse mundeni veç me na tregu kush do të jetë pjesë e grupit punues dhe sa do të jetë buxheti që do të ndalë qeveria për të dhe kur planifikohet që kjo të realizohet. Faleminderit. Së pari, ne jemi sot këtu në një konferencë për medje bashkë me Ministrën Pacolli Dalipi për një çështje shumë të rëndësishme. Situata me mbeturinat, me mbetjet në Republikën e Kosovës është alarmante. Ne jemi të pakënaqur me trajtimin që është bërë nga shumica dërmuese e komunave të Republikës. Dhe jemi këtu që të ndihmojmë ata në mënyrë që Kosova të ketë mjedisin e pastër që është i domosdoshëm për shëndetin publik dhe për jetesën e mirë të popullatës. Nuk mjafton më të themi plan, projekte, aktivitet, duhet themi aksion. Prandaj edhe kemi aksionin kundër mbeturinave. Ndërkaq sa i përket koncept dokumentit dhe grupit punues dhe hollësive sa i përket Gjandarmerisë, padyshim që do t'ju njoftojmë shumë shpejt bashkë me Ministrin e Punëve të Brendshme. Ka kohë që ne e kemi menduar këtë gjë, për shkak se një aspekt tjetër rëndësishëm i sigurisë së Kosovës ka të bëj me një zonë e cila është më shumë se policia e më pak se ushtria, prej ruajtjes kufirit, të luftimi i terrorizmit, të mbyllja e çfarëdo shtegu të kontrabandës e deri tek mbrojtja e infrastrukturës kritike. Të gjitha detajet lidhur me këtë idenë tonë që tashmë po bëhet edhe një koncept dokumente me grup punues, ngadalë por sigur do t'i prezantojmë së bashku me Ministrin e Punëve të Brendshme. Edhe unë kam një pyetje jashtë temës, jam Bisiana Mulaj, gazetare prej RTK-s. Gjatë ditës së djeshme, prokuroria i ka ndaluar disa persona në Graçanicë për cënim të vullnetit të votës së lirë të qytetarëve serb. Si e komentoni ju këtë incident ose këtë rast? Unë besoj që fjala e Ministrit për Komunitetet dhe Kthim në mbledhjen e fundit të qeverisë së Republikës Kosovës mbi turistninë e tmerrshme që po bëhet mbi serbët e Kosovës nga Beogradi, që patjetër ta votojnë listën serbe dhe askë tjetër, dhe masat që po i ndërmerr Serbia duke i përcjell edhe rrjetet sociale të secilit zyrtar shtetëror, të secilës figurë publike, të secilit politikan serb që ndonjëherë ndokun ka garuar, me të vërtet janë alarmuese. Dhe këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës, e kemi të dëshmuar prej vetë ankesave të serbëve të Kosovës. Kjo është një fenomen i cili ka marrë për masa të mëdha dhe të thella si asnjëherë më parë në këto vitet prej se unë jam kryeministër. Pra kur nuk ka pas kaq shumë trysni nga Beogradi, kërcënime, friksime, shantazhe, shkëputje të mjeteve të ndryshme financiare, ose të çfarëdo mbështetje që ata kanë marrë nga Serbia, ndonjëherë me kushtëzimin që të rreshtohen, thosë bëhet fjalë për ushtri në kohë lufte në radhët e listës serbe. Në anën tjetër, ju e dini që Serbia mundohet që vazhdimisht të ketë elementet të saj, nëpërmjet së cilës dëshiron të krijojë dualizëm shtetëror brenda territorit tonë të Republikës, sa i përket funksionimit të institucioneve, sa i përket shërbimeve publike, dhe natyrisht që ato janë veprime ilegale
në shtetin tonë të pavarur. Republika Demokratike dhe Parlamentare e Kosovës, si shtet sovran, i ka të ndara pushtetit, ne jemi ekzekutivi, fatkeqësisht legislativi nuk është funksional, për shkak se do të kemi zgjedhje, por gjyqësori dhe prokuroria vendosin dhe veprojnë në mënyrë të pavarur, po ato e kanë mbështetjen e plot të qeverisë së Republikës së Kosovës për çka do që nevojitet për ta mbrojtur sundimin e ligjit dhe zbatimin e tij të plot pa dallim. Kjo nuk ka të bëjë me etninë e asnjë qytetari që ndalohet, kjo ka të bëjë me dyshimet mbi veprimet e tyre. Ariana Hajdare nga Dukagjini, kryeministër, një pyetje për ju. Sfundmi në intervistën në KTV keni përmend punën e mirë që është bërë në raport me pronat edhe kadastrin, po pak javë më parë ministria Paculli e ka shkarku nga detyra drejtorin e Agjencisë Kadastrale. Që komentoni shkarkimin e drejtorit duke e marrë për bazë edhe punën e mirë që vlerësoni që është bërë viteve të fundit, edhe një pyetje për ju ministre. Sfundmi Këshilli i pavarur mbikëqyrës i shërbimit civil e ka vlerësuar si të jashtëligjshëm shkarkimin në raport me drejtorin, cilë do t'janë hapa tu i mbi. A e merrni për bazë këtë konstatim të Këshillit edhe konsiderohet eventualisht kthimi i drejtorit sërish në pozitën që ka qenë? Ju faleminderit shumë. Së pari, aksioni kundër mbeturinave është iniciativë shumë serioze. Por unë pajtohem që duhet të jetë serioz çdo veprim dhe secila halk e sistemit në zbatim të kësaj iniciative. E këtu do t'i kisha theksuar dy entitete të Republikës. Në njërën anë komunat e Kosovës dhe në anën tjetër drejtësia. Sepse pa ndëshkime për krimet mjedisore që bëhen, pa ndëshkime meritore, nuk mund të llogarisim shumë se do të kemi ndryshim cilësor të situatës. Pra, le ti mbikëqyrim bashk edhe komunat, por edhe drejtësinë kur ka shkelje të ligjit, kur ka krime mjedisore, kur në vend se të luftohen mbetjet e mbeturinat që ndotin mjedisin dhe rrezikojnë shëndetin, ato shtohen e kontribohen nga akter të ndryshëm, qofshin ato kompani apo individ. Tash në një intervist që kam pasur së fundmi, unë kam theksuar që Republika e Kosovës duhet ta ketë katastrin e saj origjinal. Serbia refuzon neve të na e dorëzoj dokumentacionin origjinal të katastrit të Kosovës me pretendimin se kjo është çështje sovraniteti. Fatkeqësisht nga procesi i dialogut në Bruksel para rreth një dekade e gjysmë ka pas një lloj dakordimi që ne t'i pranojmë kopjet e dokumentacionit kadastral. Dhe Bashkimi Evropian 2 milion euro e ka financuar Serbin që katastrin e Kosovës ta bëj një kopje digjitale e cila i dorëzohet Kosovës. Serbia i ka marrë 2 milion euro, kur s'na ka dhënë neve as kopjen e dokumentacionit kadastral, përveç originalit që në fakt do të duhej të insistohej derisa të na jepet, dhe ne jemi detyruar si shtet i pavarur ta rindërtojmë katastrin nga fillimi, që është shumë më vështirë dhe nuk mund të jetë shumë shpejt i plot. Pra unë për këtë gjë kam folur, nuk kam folur për drejtuesit aktual të mëhershëm apo të ardhshëm të Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Ajo është një agjenci që vepron në kuadër të Ministrisë së Mjedisë dhe Planifikimit Hapësinor, për çfarë mund t'ju flas ministrja Paculli Dalipi.